رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na begatoi me din të vetëm të pranuar të Allahu Azza wa Jall. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na dërgoi pejgamber dhe na mësoi çdo sen që na nevojitet në këtë botë dhe na mësoi rrugën e shpëtimit, e në veçanti si të shpëtojmë kurtheve të shejtanit që Allahu Azza wa Jall me dëshirën e atij deshti që shejtani dhe iblisi të jeton dhe t'i sprovon bijtë e Ademit në mënyrë që t'i dallon cilët janë të sinqert në dashurinë me Allahun Azza wa Jall dhe cilët janë gënjeshtar. Pra vëllezër të ndershëm, ai I cili arrin ta fiton betejën me shejtanin do të jetë inshallah banor I xhennetit. Na falenderojmë Allahun Azza wa Jall që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi se si të mbrohemi nga sherri I shejtanit. Na mësoi çdo sen që na nevojitet të dim për shejtanin që përpiqet natën dhe ditën që t'i devijon bijtë e Ademit në shenjë hakmarrje ndaj Ademit a.s. dhe pasardhësve të tij. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, siç thamë në dersin e kaluar, se shejtani nuk e lën asnjë rast pa e shfrytzu, në veçanti kur të ka të baje me birin e Ademit. Shejtani nuk e lën njeriun dhe para gjumit dhe gjatë gjumit, dhe në kohën kur ngritet nga gjumi, dhe gjatë punës, dhe gjatë ditës dhe gjatë natës, vetëm e vetëm që të devijon biri Ademit dhe të jetë banor I xhenemit, siç është shejtani Allahu Azza wa Jall e mallkoftat. Pra vëllezër të ndershëm, na transmeton Imam Muslimin sahihun e tij nga Xhabiri radiallahu an, I cili na rrëfen na tregon dhe thot: erni ndacak, erni njeri që jeton të në shkretin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: ja Rasulallah, mbram e kam pa një ëndër, e kam pa sikur që koka ime më ishte këput dhe koka u rrotollon te para me dhe unë vrapojsh në pas kokës time. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e mësoj ndacakun, na mësoj dhe neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: mos ju tregon njerëzve për ëndrrën e keq, nga se kjo është nga ana e shejtanit që manipulon dhe luan me bijtë e Ademit. Pra vëllezër të ndershëm, kur jemi në çështjet e ëndrave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi në çështjen e ëndrave sa pjesë janë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ëndrat janë 3 lloj. Lloji I parë nga ëndrat e mira që kanë met prej pejgamberllëkut pas vdekjes pejgamberit Allahut. Çka ka ngel pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë met digjona për besimtarin, që kanë ardhur në hadithe të vërteta, që mujmë të I thojmë prej anës Allahut Azza wa Jall për gëzim për besimtarin. E para nga ajo, ëndra e mirë. Ëndra e mirë është nga ana Allahut Azza wa Jall.
Për këtë arsye dhe ëndrrën e mirë na ka mësuar pejgamberi Allahut që mos t'ja dëftojmë dhe mos t'ja tregojmë vetëm njënit që i ka këto dy cilësi. Tha ëndrrën e mirë, mos ta dëftojmë dhe mos ta tregojmë vetëm njënit që i ka këto dy cilësi. E para nga këto cilësisë, nëse është i ditur, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ëndra nuk ndodh siç e ke pa, përderisa nuk komentohet. Nëse komentohet ëndra, bjen dhe ndodh në atë formë siç është komentu. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ëndrën e mirë, pasi që e ke prej onës Allahu azza wa jall, mos ja dëfto vetëm atij që din, përsepse atij që din, dhe dita, mos ja dëfto ëndrën e mirë vetëm atij që don. Pra kusht është që ëndra e mirë për të qenë e lejuar me ja dëftu, me i tregu njerëzve se kam pa ëndër të mirë, tregoja vetëm atij që don dhe vetëm atij që din, nga se ai që nuk din ka mundësi ta komenton keq dhe ndodh ëndra e mirë keq. Dhe ai që nuk don, mirë po din, ka mundësi për shkak xhelozis ta komenton keq. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ëndra e mirë duhet t'i dëftohet atij që din dhe atij që don, ndërsa ëndra e keqe nuk është diçka tjetër vetëm për ta mërzit birin e Ademit. Pra shejtani, nëse nuk arrit njeriun ta devijon, nëse nuk arrit shejtani njeriun ta lajthit nga rruga e xhennetit duke qenë zgjut, përpiqet që nëpërmes ëndrave ta brengos dhe ta mërzit birin e Ademit. Njoni e ka pa një ëndër të keqe, tanë ditën është i brengosur dhe i mërzitur. Sikur që të kish lexu hadithet e pejgamberit Allahut, sikur që të kish gjetë kohë ta mëson dinin Allahut, ëndra e keqe nuk ish pas mundësi me pikëllu atë njeri. Nga se ka thonë pejgamberi Allahut mos u brengos për ëndrën e keqe, nga se ëndra e keqe prej anës shejtanit, që tenton shejtani ta mërzit birin e Ademit, në veçanti muslimanin. Na e pyesmi pejgamberin Allahut, shpeshherë na shohmi ndoshta ëndra të këqija çka të veprojmë këtë rast. Pejgamberi Allahut nuk na la dhe në këtë rast pa na mësu. Tha nëse shifni ëndra të këqija, në atë moment kur ju dale xhumi, tha kthenu në krahun e majt, pështini 3 herë dhe kënone kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas 3 herë. Nuk ndodh atë që e ke pa dhe largohet i nënçmuar shejtani. Ëndra e keqe prej shejtani. Shejtani a prezent te kokajot. Ko të përshtish nënën e majt, ko qëndron shejtani, e nënçmon shejtanin dhe i nglip mbrojtje prej anës Allahut, që do të vijë me radhë kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas, si që thot pejgamberi Allahut, s'ka sure, s'ka dov, në të kuptimin ton që e thojnë, nuk ka dov ma fortifikat, ma fuqishme, se kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë lutje dhe dua para se me zrip, kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas i ka lexu. Pas britjeve këtij dresure, të gjithë dhikrët i kalon, pejgamberi Allahu dhe i ka mon kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas. Tha pejgamberi Allahu, po nëse nuk largohet shejtani në këtë rast, pra ka njerëz të cilët shohin ëndra të këqija dhe i lexojnë këta, i largohet shejtani. Ka ëndra të trishtueshme të cilët dhe me i lexu të gjithë këta nuk largohet. Ka thonë pejgamberi Allahu, merr avdes, fali 2 rekat namaz do të largohet. Për çka se nënçmon shejtanin dhe i thua ti erdhe të mbrengos, të mërzitsh, të maqit gjumin natën, ja pra unë si ta kthej ti, ta kthej me namaz. E shejtani me urrejtur të shejtani është namazi. Ndërsa ëndra e tretë, shumë dietar nuk i thojnë kësaj në ëndër, po preokupim i ditës.
mirë është diçka ditën, i punon dhe natën e shef me atë të cilën je morë. E ja ke bo muhabetin filonit, ben me flet, pastaj e shef ata kësajne nuk i thoat andër. Pra ledhët të ndërshëm, pra si që peshif një shejtani, nuk le rast, pa e brengos, pa e shfridzu rastin, që ta brengos se paku, birin e Ademit. Pse këta e ban, nga se shejtani të ndonë, që të jesh dhe ti gjemati ati, të jesh bashk me ta në zjarin xhenemit. Deri sa arrin shejtani, ta përqesh birin e Ademit. Si që ka anë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk e fal sabah, ai i cili nuk e fal sabah në kohën e vet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ndodhi me një ndodhi, siç transmeton Abdullah ibn Mesudi, i cili o përmend një njeri pran pejgamberit Allahu që se ka fal sabah, apo disa dietar thojnë që sa qun natën së paku direqat namaz t'i ban. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a pe shifni që këta në veshin e ti ka urinu shejtani. Për shka kanë thonë dietar, komentin e këtij hadithit kanë folë shumë. Pra shejtani e nënçmon birin e Ademit në veçanti kur ta arrit që mos ta lën ta ban namazin. Vepra më e dashur te Allahu është namazi, në veçanti në kohën e vet. Dhe shejtani nëse arrit me ia lidh nijet në kokën e tij, siç tham në dersin e kaluar, dhe i thot pusho se ka vakt, deri të ngritet dielli, para thon pastaj shejtani ngritet dhe krenohet dhe thot, faktikisht sikur që ai tentonte që mu të nënçmon, unë arrita të nënçmoj ata. Për këtë arsye e merr këtë njeri apo veshin e ti vend të urinimit, vend të cilën i qetë pa pastërtit në ta, për shkak se ka arrit që ta pengon ta fal namazin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shejtani qeshet me birin e Ademit në veçanti kur t'i hapet goja. I hapet goja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse t'hapet goja, tento që mos të lejosh vetën tonë të hapësh gojë. Deri sa transmetohet me një transmetim që ka nxjerr Ibn Abi Shejbe dhe Imam Buhariu në Tarikhul Kebir, që pejgamberi Allahut sa ka qenë gjallë, asnjëherë nuk e ka hap gojën. Asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka hap gojën. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e urren hapjen e gojës, dhe Allahu e pëlqen teshmën. Kur teshe njeriu, falet thot elhamdulillah. Për çka? Do të shohmi pak më vonë, se teshmja e dëbon e përzen shejtanin. Po sasaj që i ka përtetu mjekësia, se me teshme dalin shumë bakterje nga trupi. Neve s'na interesojnë bakterjet, sa intereson ajo që e më rëndësishme. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani pushon dhe flen në hunën e njeriut. Kur të teshe njeriu, dëbon shejtanin dhe ti e falëndron Allahun azza wa jall dhe i thua elhamdulillah o Zot që këtë sherrin e shejtanit ma dëbove nga unë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse s'ka mundësi të ndal hapjen e gojës, tha le ta nën dorë, le ta nën të mbyllë gojën. Për çkak se kur të hapet goja, shejtani depërton hin mrena. Ka thonë në dietar si hin mrena, kurse pejgamberi Allahut na ka thonë me qenë hadith se shejtani qarkullon gjakun e njeriut. Faktikisht ajo është mrena. Çka ka kuptimin hapja e gojës dhe depërtimi të shejtanit, pra vëllezër të ndershëm, dietar që janë përgjigj dhe kanë thonë, kur të hapet goja, i hapen dirët e zemrës. I hapen dirët e zemrës. Dhe shejtani let e ka të depërton të arrin deri në zemër. Ndërsa shejtani apo karini që cili hec qarkullon gjakin e njeriut, i ka të mbyll dirët e zemrës, vetëm nëse ja hap dirët e zemrës, që do të shohmi pak më vonë, dy dirët e zemrës në veçanti që hapen, apo tenton shejtani të depërton në zemër,
dhe nëse zemra ite nuk ka roje, nuk është e fortifikuar. Si ta fortifikojmë zemrën, si ta mbrojmë zemrën, në çfarë mënyre kena mundësi të mbromi nga shejtani i mallkuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ngritet njani nga gjumi, le të merr avdes, le ta shpërlan gjuan mirë. Le ta shpërlan gjuan mirë, përveç se nëse është agjerush, le ta ngren fuqishëm ujin në hun, e pastaj me dorën e majt, le ta nxjerrë 3 herë, nga se shejtani flen dhe pushon në hunën e njeriut, thot nëse merr avdes dhe dëbon shejtani nga huna e tij. Pastaj ngritet dhe tan ditën deri në kohën tjetër namaz, apo derisa është me avdes, është i fortifikuar dhe është i mbrojtur nga shejtani. Pra vëllezër të ndershëm, para mendo se çka na mëson pejgamberi Allahut. Na mëson çdo send, siç ja ka mësuar shokëve të tij, ja ka mësuar umetit të vet, të mbrojemi nga shejtani, nga se siç e dim se shejtani përpiqet natën dhe ditën të krijon përçarje mes muslimanëve, të krijon fitnë mes njëri tjetrit. Për këtë arsye transmetohet me një transmetim që iblisi e ka arshin e tij, e ka fotelën e tij mbi ujë dhe ulet dhe çdo ditë në mëngjes i shpërndan shejtanët e vogël. Nga se kur jemi te fjala shejtan, për çka i thohet shejtan? Nga se gjinët janë dy lloj. Ka prej tyre musliman dhe ka prej atyre jo musliman. Gjinëve jo musliman i thohen shejtana. Gjinëve jo musliman i thohen shejtana, ndërsa gjinëve musliman i thohet gjin normal. Për këtë arsye i thot gjinëve jo musliman, i thon shejtanëve të vegjël, i shpërndan në tokë, e pastaj në mbrëmje i pret që të japin raportin. Dhe njëri prej atyre thot unë e kam bën fitnë, i kam përça njëri me tjetrin. Thot ka mundësi mu pajtu. Unë e kam bën këtë dhe këtë, thot ka mundësi mu rregullu. Unë e kam bën këtë dhe këtë, derisa të vjen njëri prej atyre dhe thot unë e kam arrit të daj burrin pej gruas, thot eja ti ulu nga të meja dhe ki del në penzion. Për të dalë të shejtani i madh në penzion, duhesh ta shkatrojsh një familje. Për këtë arsye shejtanët ins, magjistar të cilët janë me shumicë në kohën bashkëkohore, janë ata të cilët tentojnë që të morin pensionin e iblisit. Për këtë arsye prishin familje, ndajnë burrin nga grua, dhe kjo është magjia më e rrezikshme, më e rëndë, të cilën më e dashur tek shejtani, dhe kjo është njëri prej atyre që arrit pensionin e tij, të arrin pensionin e tij te iblis. Shejtani nuk lën der pa provu. Derisa kurthët e shejtanit më të dobta janë vezveset. Kurthi më i dobët i shejtanit është vezveset. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ardhën disa njerëz dhe thanë ja Rasulullah, nga një herë po na shkon ndërmend që s'po kena guxim me shpreh me gjuhë. Po na shkojnë mend dika keq. Po mendojmë dënjerë keq për Allahun azza wa jall, derisa po tutmu dhe po kena frikë ta shprehim me gjuhë. Thot, a e gjetët këta? Ka thonë po ja Rasulullah. Kjo thot alameti imanit. Si alameti imanit? Ka thonë për derisa jeni tut ta shprehni vezveset që ja bjen shejtani, thot Allahu azza wa jall ka derë që kurthet e shejtanit mos të ndikojnë zemrën tone, vetëm të vetë bojnë vezvese. Të friksojnë për filonit, lakmon nga filoni, mendon keq për Allahun azza wa jall, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vën shejtani ju ban vezvese dhe thot, kush e ka kriju filonin, çish e ka kriju Allahu filonin, kush e ka kriju halanin, derisa të ban vezvese dhe thot, kush e ka kriju Allahun. Thot nëse vjen shejtani dhe ju ban vezvese, thuani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, po ashtu thuani, amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir
wal bil qadri khairi wa sharri min Allah Ta'ala. Thuana amantu billahi, si që din pleqë ton, për shkak se kjo është kurdhi shejtanit që tenton shejtani ta ban vezvese. Njani duke morë shkon avdes, ven shejtani e ban vezvese, se ke la kraun. Laj edhe njerë, e lan njerë, edhe 10 herë, edhe 10 herë. Pastaj janë ka 100 herë, dikur jetë banja dhe nuk falet fare. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai i cili i lan krot, ai i cili i lan më shumë se 3 herë gjimtirët e avdesit, ka bë zullum. Ka bë zullum dhe ka tepru. Pejgamberi Allahut ka raste i ka la gjimtirët ka 1 herë. Suneta është 1 herë, dhe 1 herë ta praktikojsh ka 1 herë. Suneta ka 2 herë, suneta ka 3 herë. Thot po unë e loj ta kraun 1 herë, shti duhet edhe kom 1 herë, s'ka problem. Kom 1 herë, kra 3 herë, nuk ka problem. Suneti pejgamberit Allahut është më i mirë të praktikohet, mos t'i jap misli qel mi dirt e vezveseve që shejtani të na bën vezves. A lojta se lojta. Për ata që janë vezvese, ku të vjen shejtani thot a lojta se lojte, merre që e ke la dhe vazhdo. Edhe nëse se ke la, për shkak se jam mbyll derën shejtanit. Pra transmetohet, sa të meston Imam Muslimi nga Uthman ibn Abil As, i cili tha ja Rasulullah, po i namaz po harroj me lexu, po më përzien sura dhe sum pi lexoj pi harroj. Transmeton Uthman ibn Abil As. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kja shejtani i quajtur Khanzab, apo Khunzab, apo Khinzab. Pra lejohet të lexohen në 3 forma, në 3 emra, Khanzab, apo Khinzab, apo Khunzab, i cili është special shejtan për namaz. Tha kur there zoni hik, largohet se në ndëgjon fjalën e Allahut. O mbaroj e zoni kthehet prap. Ku xhanise i kameti hik. Pastaj kur desh namaz vjen, edhe nëse sta mu arrit të pengon, s'bojë vezvese namaz në abdes loja agjet e avdesi, apo çik shumica e muslimanëve, të tjerë thuaj eja namaz, thot jam i papastër. Pse pa i papastër? Thot më ka prek deri pik gjake apo. Abdullah Mesudi a falën, këtë petkën e tij e ka pas me gjak, e basi e ka prek kurbanin a fal çashtu. Nuk e ka pas problem, kjo është e përjashtim për ata të cilët janë kasap. Çfarë papastërti e ki? Thot lom edhe plon. Kja papastër? Kush ka thonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në xhami, ka një ndacak ka urinun s'ka në xhamias, pejgamberi Allahu ka thonë linë, masi ka largu ka thonë merja qëtë janë një kofuj edhe pasrohet. Ka thonë ja Rasulallah, kur e ka pejgamberi Allahu, kur ka ndashmi një desh nallët namaz, kur ka ndashmi desh këpucët namaz, ka thonë mos i hekni. Nuk e kena për qëllim xhamin të pi, po nëse jenë hapsir, jenë tokë prej sunetit tash mu fal me këpuc, tha se qifutët i hekin namazin e tyre, s'kam dëshirë ti përngjajmë qifutëve. Tha ja Rasulallah shkelmi ka mos, ka thonë mos e kini derë se dheu e pasron. As ka thonë pejgamberi Allah, nëse njani prej jush e i prekin ligat e qenit, teshën e ti, lanë 7 herë, 1 herë me dhe. Pse ja Rasulallah me dhe? Tha se s'ka detergjent që i mit bakteriet, ma mirë se dheu. Mos më konë dheu, që i mbit bakteriet na kish mi vdek prej bakterive. Pa Allah Zogjel, detergentin ma të mire ka bon dheu, për këtë arsye dini Allah të ashtë let, për ato që i dojnë let, për ata që i dojnë vështir, Allah ja vështirëson dhe ma shumë, deri sa Allah i njof mi njerës, në kohën e kaluan, në kohën e monistave dhe komunistave, të cilët e kanë dosh dinin sinqerisht, kanë vdekën pa namaz prej vezvesëve. Kanë vdek pa namaz prej vezvesëve. Për këtë arsye, sunneti pejgamberit Allahut është fortifikata më e mirë që e mbron njerion nga vezvesat e shejtanit. Pra ndëgjone, nëse nuk arrit shejtani ta pengon prej namazit, atëherë vën namaz dhe i ban vezves. Ja kujton atij atë që e ka arru. Uthman ibn Abil As tha ja Rasulallah, po ma përzin dhe atë që pelexoj, s'po muj me i dal surës në qosh. Tha kja është prej shejtanit Khanzab. Tha nëse njoni prej jush, gjenë vezvese namaz shka të ban,
Ka thonë pejgamberi Allah, le të pështin krahun e majt. Le të pështin krahun e majt dhe le thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, duke qenë namaz. 3 herë tha do t'i largohet. Njoni tha unë e ka 10 herë dhe s'po largohet. A di pse s'largohet? Unë po të pis tijem, më konë ti me një vend ti dhe dje duke hec. Me vete e ke një qandë me mish. Ven një qenë mas ti dhe i dhue qibe. A pet hetë qibe? A largohet? Jo. Se era e mishit se len mu largu. Vledhe të ndërshëm se s'largohet shejtani. Se era e dunjas në zemër se len këtë mu largu prej namazit. Dhe kjo dera më e rrezikshme që deporton shejtani duke qenë namaz. Të një zemrën e njerit. Për shkak se shejtani e ka për qëllim zemrën. Na i thojmë shejtani ku e gjetet i zemrën, as ban dikun që dërkun ka këngë me shku, as ban femër ti me nejt, as ban mojet e gishtave ti munal. Tha jo, thot për shkak se një ka thonë pejgamberi Allah, ka thonë një është një organ trupin e njerit. Nëse përmisohet ajo, kejt trupi, komandën ja jep dhe përmisohet. Nëse prishet ajo, prishet kejt trupi ajo kusha? Zemra. Për këtë arsye, Ibn Abasi, kur kanë folë se kush t'jëndron shejtani në trupin e njerit, kanë cilën organ e ka për qëllim, ka thonë zemrën, ullet gujzën zemrë. Nëse arron Allahun, frijet aj në zemrën e ti, dhe për këtë arsye ngren tensionin, dhe aj njeri revoltohet dhe nervozohet. Nëse e përmen Allahun, tha ullet në nëshmohet dhe zvoglohet. Nëse përmenet Allahu Azza wa Jall, shejtani zvoglohet. I keni pa ato kur t'i dhnohen që i dalin damor. A dini pse i dalin damor? Se shejtani qëtë çalam dhe hec në damor të ti, ka thonë tash ma ke baru qefin halal të kohë. Se tash shutoj si kur se fmi që e shutojnë futballin. Tash të kam përpara dhe ti nuk din që ka vepron në kohën, kur t'i dhnohesh a pejgamberi Allahut ka thonë unë tregoj. Mos u brengosni se s'kena me jalon shejtani që shdon aj. Ndëgjon e pejgamberin Allah, nuk ka mundësi shejtani të arrin qëllimin. Tha nëse je në kam i dhnu më ullu, nëse je ullë të shtrio, në jo transmitim thot pejgamberi Allah, nëse ti je i dhnuar dhe shtriun, shko mer avdes. Nga se shejtani është kriju nga zjari e uje e fik zjarin. Mer avdes dhe ban namaz, shejtani kur të gjifsh, largohet nga ti. Ledho të ndërshëm dhe ka thonë pejgamberi Allah, kur e pa njonin të idhnum fort, i tha një shokut të ti të quajtur Sulejman ibn Surat. Tha vallahi e di unë një fjalë, ke njeri që i ka ndalë damor të qafës, që janë nervozu dhe revoltu. Ka thonë këtë fjalë me thonë, do t'ishte qetësu. Ka thonë këtë në fjalë ja Rasulallah, tha me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tha unë ja tha, shkoj të ajo filan, tha thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tha pse unë i marë budalli ama, nuk e thonë të uqesht të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha me pas thonë, tha kish kaluan hidhërimi nga aj. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu na tregon se në veçantin në namaz, cilët janë dyrt krijesore, që shejtani tenton të hinë zemër, në veçantin në zemrën jo të fortifikuar. Dera e parë, i thot dera e dunjos. Nëse dunjon e kena prun zemër, nëse dunjon e kena shtin zemër, kja është magneti që e tërheq shejtanin dhe e ben ta. Nëse lakmin dhe dashurin e dunjos e kemi shtin në zemrët tona, ven shejtani dhe luan me zemrët tona, namaz në qonë kamos, në shatit në qonë nindi dhe në shatit kejtë kontinentat, ko tja pe ogja se lam, thot kur more sosi, pa kur e sosi se ti s'ke qenë me trup, me zemër, ke ullëtuan, ke bon shetiqe. Tha pe jameri Allah, ven shejtani ta kujton, au pas na pas mu taku me filonin, au e pas na arru qelcin, e pas na arru ket, tha për shkak se dunjoja a shkak që është zemër. Po nëse nin djenjoni, në thot e udhu billahi minash shaitanir rajim, që ule hund shejtanit. E dita nga jo, dera ma e rrezikshme që deporton,
Ashtë zbukurimet. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi një ditë një këmish pejgamberit Allahut nga një sahabi quajtur Ebu Gjehm. Kam dëgju për xhallarëve kur e shpjegojnë thej për Ebu Gjehlit. Prej Ebu Gjehmit. Dhe është një hadith tjetër gjithashtu që e lipën një gru dhe erdhi te pejgamberi Allah dhe i tha ja Rasulullah, më kërkojnë mu, pa kërkojnë di njerëz kanë ardhur dimësita. Kërkojnë që të martohen me to. Njani prej atinve është Muavija ibn Ebi al-Hakem dhe Ebu Gjehmi. Ato thënë Ebu Gjehli. Dhe pejgamberi Allahut ka thonë Muavija është njëri fukaron, ndërsa Ebu Gjehmi shtagën se shlën pidore. Pra nëse ke mundësi me dëru, atëre martohu me ta. Me rëndësi Ebu Gjehmi ja dërgon pejgamberit Allahut një këmish. Dhe kjo këmish kishte pas lulen ta. Dhe pejgamberi Allahut kishte pas disa shkresa në ta. Pejgamberi Allahut e fali namazin dhe eki këmishin dhe ta çonja në Ebu Gjehmit, nëse ka ndonjë këmish me një ngjyrë let ma çon. Nga se në këthot më ka abit namaz. Ma ka up koncentrimin namaz. Kurse ne koncentruar shumë, dërisa tregova dhe ndesh të kaluar, ishtë një muftit e unë një hoqë dhe më tregoj për një fshat të gjemoti duke u fal me imamin, tha i ti që ngron celulari. Dhe i ka dole ndër për gjepi i thot namaz jam, mas 2 minutave merëm. Imami këthet thot mas 5 se për 2 minuta se në krim. Pra vledhe të rëdërshëm, Ebu Gjehmi ishte njani që adhuroj këtë mish, pejgamberi Allah, tha merë në një qonjani se më ka habit namaz. Jo vetëm se këmish, pejgamberi Allah të ka hedhe unazën duke qenë hudbë. Nga se jo pa dhuru një unaz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe herë shikon të unazën, herë shikon të gjemotin, herë shikon të unazën, herë shikon të gjemotin, e ki unazën dhe tham habiti kjo unazë. Njerëz të habitur me makina, njerëz të habitur me saltanata, njerëz të habitur me ore lloj-lloj, derisa kam dëgju disa, ka 50 ora i kanë sipas katit edhe orë. Pra vëllezër të ndershëm, kërat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në veçanti kur të bëjmë namaz, kur të falmë namaz, mundësisht të falësh me një tepi i cili nuk të tërheq sinin tanë. Ndërse na se gjatët e kinezëve na i ka maru me lloj-lloj minarët na i kanë shtremu, për ata si tish ati të i nëmruan dritarët e xhamit që i kje poshtë, të i nëmruan ato minarët, të i këshirë hanën ku është illi, e kështu me radhë del pi namazit, se di çka ke bon ta. Kjo se gjatja e kinezëve. Për këtë arsye kinezë tentojnë dhe mendojnë se ma të bukër, po mjerisht thash dhe shumë xhami kur pi ndërtojnë për i zbukurojnë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pëlqejë të zbukurohet xhamia. Omer ibn Khattabi kur e ka porosit njanin me maru xhamien, ka thonë buloje, ti mbroje njerëzit prej nxehtit, ti mbroje njerëzit dhe prej shiut dhe prej ftoftit, ka thonë mos ja bani xhamit laraman, se ai që i namaz e habit namaz. Habitot namaz, shejtani ta tërheq sinin, shejtani ta tërheq veshin. Gjithashtu kur të bësh namaz, zgjedhë një vend të qetë. Nga se shejtani thash në përmes shqisave, në përmes sinit, në përmes gojës, në përmes hunës, në përmes veshit depërton të zemra. Për ata zgjedhë një vend të qetë, kur nuk ka zhurë. Ma interesant kam dëgju në veçanti pleç, njani tha është i aftë edhe lajmet i ndëgjon edhe namazin e banë. Edhe e shlon alsatin, e ndëgjon lajmet çka ka treja, edhe namazin e tij e ban. Pra vëllezër të ndershëm, është e vërtet se pejgamberi Allahut Hasani dhe Huseini kanë ardhur dhe i kanë hip në shtëpinë, derisa transmeton njëri prej sahabëve. Tha ran sesh dhe pejgamberi Allahut, tha mendova se vdiç. Para ta tha mboni, tha unë duke qenë sesh dhe i ngrejta pa krijen. Tha kur e pash Hasani mbi shpinën e pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut qëndron të sesh dhe mos t'ia prishë lojet. Për çka se Hasani pa tip sikur me hip në kali, dhe pejgamberi Allahut qëndronte në sejdë deri mos ja prishte Hasanit lojen. Pejgamberi Allahut ishte që mesën e vet e mor në krah, u bante namaz dhe e mante në krah. Kur shkonte në ruku dhe sejdë, e shlonte në tokë, kur ngritte në ditën e qatë e mirte në krah. Mos ja prishte qefin asaj. Ndose na me ar një fëmijë tash me na bë potere, me na kalu përpara, atëre idhno mu fort,
Ko e ka babën? A ka babë ki fëmija jo? Vëllezër të ndershëm, për këtë arsye, elhamdulillah ja kanë arrit qëllimin ato që fëmijët si kalon xhami tash, hiç janë të ardhur. I kanë bërë rahat. Janë bërë dhe 50 vjeçar me din derën e xhamisë, vetëm kur i shtin me tabut. Për çka? Fajin e kanë ato pleç të cilët po na i prishin koncentrimin. Ti koncentrim të madh më namaz. Ti umitet të u koncentru për ata fëmijët po ta prishin, s'ka mundësi fëmijët me ta prish koncentrimin. Për këtë arsye pejgamberi Allah kur ndëgjon të fëmija se po çon, tha mendojsh na ta zgjasi namazin. E ndëgjosh na fëmijën të çon e shkortojsh na namazin. Pse? Nana vet mos të angazhohet shumë me fëmijën e vet. Po këto fëmijë ku çajshin? Këto ishin ato jashtë xhamisë, jashtë Medinës ishin që çajshin dhe pejgamberi Allah prej Kuba i ndëgjon dha. Ato ishin xhami. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, që dashurojmë fëmijëve tonë namazin, që dashurojmë xhamin, që dashurojmë vendet e dashur të Allahut, që sa herë fëmijët tonë të bëjnë namaz, se vapat prindëve i shkon pa na i çu ato. Fëmijët tonë nëse bëjnë namaz, nëse lexojnë Kur'an, nëse bëjnë të një ibadet, me një vepër e kënaqen Allahun, ka thonë pejgamberi Allahut, të vdekurit prindëve të vet i shkon sevapi para se me arrit të ai që e ka bën. Elhamdulillah, pra Allahu azza wa jall është bujan, për këtë arsye të përpiqemi dhe ne të jemi prej atinve të cilët ja dashurojmë ibadetin, ja dashurojmë namazin fëmijëve tonë. Vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fil jazirati al-arab. Shejtani a dëshpëru ka heq dorë se mundet botën arabe gadishullin arabik ta kthen shirk. Do me thonë kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ajo faktikisht ka fillu të kthehet, mos ndoshta është kthi dhe ka rënë ta. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet për shejtanin kohën e tij, kohën e sahabëve, se shejtani ka heq dorë që mundet njerëzit, pra sahabët, t'i kthen në shirk. Atëherë i ka ngacmu dhe si kalon në rahat prap. Ka thonë mirë, po nuk ka heq dorë dhe nuk është dëshpëru që ti ngatëron njoni me qetrin. Shejtani është ai i cili tenton që ti ngatëron njonin me qetrin. Në përmet shkafit, Allahu na ka tregu në përmet shkafit, shejtani tenton ti ngatëron njerëzit. Ma shumë që ngatëron njerëzit në përmes alkoolit. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, alkooli, nga se alkooli ja merr të logjikuarit njeriun. Për këtë arsye më tregoi një musliman i cili punonte me një kohë me një restoran dhe shërbente gjatë natës dasmorëve. Tha dhe mas i pitën alkool, u banën të gjithë e humbën kiblën, tha janë gjithë dimorreja, dini përse, për një gru. Njoni thënë të gruja jeme, aje në të reqken aton thënë të gruja jeme. E për këta u banën lëmë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Allahu azza wa jalla ka ndalu alkoolin për shkak se na i merr të logjikuar. E njoni kishtë thonë, kush ka thonë bese ta u menën alkooli, për ata undet me një tavolin, e pin një, thot, kur gjon, edhe një, edhe 8. Kur të banë muquh, e morin shpejt e qojnë spital dhe ja lidhin unën. Mas një kohë kër i kisha në vedi e kështë në shka u bove, thot se dibe diçka asfalti u qu dhe më mshojnë unë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, një ani prej atinve që i kish pi fort, edhe shkon mëngjes të shtëpia kur qish se me qel derën. E merr qelsin me qel, se ne qel kur qish. Kalon njëri për rreth, thot berber qelsin ta qeli derën, thot ti moje derën unë vetë qeli. Kish mendu se dera është duke lujta, nuk e ka ditë se menja ati ka lujt. Shejtani tenton në përmes alkoolit që njerëzve t'ja humbe vetdijen dhe në pastaj të realizon projektin e tij. Transmeton Uthman ibn Affani që e ka nxjerrë Imam Bejhakiu, që në gru e tharat e therë një njeri të devotshëm kinë se ka një problem. Dhe ki njeri u shkon të shtëpia saj. Sa herë që hin me një derë, ajo janë mbyll prej mbrapa derën. Hin dhe një derë, janë mbyll derën me çelës, derisa ku të arrije thot, e kish qenë ajo gru një gotë me alkool dhe një fëmijë.
Dhe kjo gruaj i thot nuk kam therr për dëni telashe, ose kije me bon zina me mu, ose kije me mbyt këtë fëmijë, ose kije me pi këtë got alkohol, se për ndryshe nuk ta qeli derën dhe s'ke mundësi me dalë be këti vendi. Dhe ki ban ishtijat në këtë rast dhe thot kjo me e vogël. E merë ata e pi, e up vetë dijen, ban zina me ta, e merë thikën dhe e mbit fëmin. Pra vledhe të ndërshëm, për këtë arsye në transmitohet nga të partë tonë që i ka thonë, nona e të këshijave është alkoholi. Gjithashtu dhe bigjozi dhe komarja, sports këtë të cilët për i shofëmi për ditë që i po hapën. Këto janë vepra e shejtanit, që shejtani në përmes atyre arrin t'i ngatron njerëzit. E ngatron djalin me babën, e ngatron vllau me vllaun, nga se ai nëse humba gjë çka ka me bon, ka me zgjat dorën dhe ka me vjedh, ka me bon të në telashet, ka me morë drogën dhe me shit dhe me bon biznes, ka me bon të gjithat këshijet. Për ata Allahu Azza wa Jalla tha innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shejtan. Allahu Azza wa Jalla na tregon dhe thot innamal khamru wal maisiru, ka thon alkooli dhe bigjozi, dhe të gjithë këto janë vepra të shejtanit. Shejtani tenton që të largohen nga të përmendurit Allahu. Gjithashtu dhe fjala është gjua më e rrezikshme që Allahu Azza wa Jalla na ka porosit në Kur'anin e Kerim. Zgjedhni fjalë ku të folni. Folni me fjalë më të mira që i posedon. Pse? Për çka se një fjalë ka mundësi e rënon një familje. Me një fjalë gruaja prishet me burrin, burri prishet për një fjalë me gruan, baba prishet me djalin dhe djali prishet me babën për një fjalë. Për atë ka thonë pejgamberi Allahut, kush e beson Allahun dhe ditën e Kiametit, le ta thot fjalën më të mirë ose le të hesh. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se shejtani qëndron te moja e gjuhës së njeriut dhe me anë të fjalit i prish musliman, me anë të fjalëve i prish familjet, me anë të fjalëve e prish farefisnin. Pa atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, runu prej zjarit me qoftë edhe me një hurmë. Nëse se ke një hurmë, ke një fjalë të mirë. Runu prej zjarit qoftë edhe me një fjalë të mirë. Pra vëllezër të ndershëm, shejtani tenton që ti shfrytëzon këtë raste, që ti shfrytëzon fjalët, që ti prish muslimanët. Për këtë arsye, shejtani nuk lën send pa e shfrytëzu. Shejtani nuk lën send pa depërtu deri te zemra e besimtarit, po zemra e cila është me iman, është e fortifikuar dhe e ruajtur. A ke ndëgjuar hadithin e pejgamberit Allahut, ku pejgamberi Allahut i tha Omer ibn Khattabit, ja Omer, pasha Allahun që shpirti Muhamedit është në dorën e tij. Ti nuk e merr një rrugë që shtu me shku, vetëm se shejtani e ndron rrugën. Pse shejtani s'm po depërton te Omeri, për çka se zemra e Omerit është e mbushur me iman. Zemra e Omerit nuk është e mbushur me dunjallëk. Zemra e Omerit nuk ishte zbrazët që të ketë vend për shejtanin. Zemra e Omerit është e mbushur me besim dhe iman. Për këtë arsye transmeton gjithashtu Tabarani, i cili thot, transmetohet se shejtani kur takon te Omerin, o përmbiste dhe i binte të fik, binte me fytyrë për tokë. Omerin s'kish mundësi shejtani të takon. Nga këto transmetimet në bëhet me di se imani sa qëtë ma i fuqishëm dhe ma i fort, kash ma i dobet do tjetë shejtani që të vjen afër nesh. Derisa transmetohet nga Bureira, i cili thot, u taku një dit një shejtan i besimtarit dhe një shejtan i qafirit. Një shejtan i besimtarit dhe një shejtan i jo besimtarit. Shejtani i besimtarit tha ishte i dopt i zaift, tha me nxi se rike në kom, ndërsa shejtani i jo besimtarit i shnosh dhe i fuqishëm. Për këtë arsye e pyet ki shejtanin e jo besimtarit dhe thot, ka e more këtë shnet, çfarë shirupi jetu pi, çfarë vitamina jetu përdor? Tha unë e kam atë dashamirin tem, kotullet në sofër zban bismillah. Tha unë e ha 90% ati nuk i lon vetëm se shpirtin sa me majt. Pra vëllezër të ndershëm, për ata thonë njoni është dos shumë i dop, i zaif ta më këtë unë gjëtaj, i ja 3-4 buk,
nuk e ha naj, po e ha shoqi vetë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, tha për këtë arsye, tha kur çto ungjet në sofër, tha ai nuk bën bismillah, tha edhe ha me dorën e shmajt, tha kejtun e ha, tha kuj mos me morë këtë gjithë këtë shnet. Tha ku të bere me flet, nuk thot bismillah, tha unë kejtë spallë në zonë. Tha ku të qohë taj në sabah, tha si kur me pas rafën, me pas qenën, si bokserin 12 në rundë. Tha me pas qenë, si kur aji rahori 12 herë, qohët i lodhëshëm i raskapitur. Tha kejtë spallë në nuni azon. Gjithashtu ku ti e në shpis, thot bismillah, unë e i para ati. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, tha po ti shka ke metë mara kështu, tha karone. Tha mara ti, tha mos u sprovosh me unë që jam sprovu. Tha unë e kam të cilën, unë e shoqëroj, tha shkoj mas ati, tha ku ti e në shpi, thot bismillah, jes jashtë, në shinë dhe në borë, tha më lep, tha ku t'ja nise me ngronë, thot bismillah, tha dë një herë ka harron, tha sa të nisi me ngronë, tha ku t'i kujtohat e ban duan dhe thot bismillah në fillim dhe mbarim, tha duhet me vjell kejt ata që e ka më ngronë, tha ku t'shkoj me flet, thot bismillah, tha nuk nga marhi se asë në dhomën e vetë, tha në shpijen e vetë e lexon Bakaran, kur s'ka vakt me lexu Bakaran, i lexon dhe te ajetet Bakarës, tha së më len rahat, tha në zorë unë jam me ta, s'pedi edhe unë që shpo jes gjallë, jam në halë me ta. Vëllezër të ndershëm, ti që e kia dostin tanë, vërtet kër ata i fuqishëm, para ata vjen nisesh me shku në xhami, në midis të rrugës që të punë dhe të nalë. Pse i fuqishëm del për para, vetëm me gjikës të nalë, s'ka nevoj me të ngjitë për veshi. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, tregohet për njonin i cili ishte kon Bajramxhi. Shkon Bajram, thonjë shumë se vap me shku, edhe e pitë hoxhën dhe thot, sa pe falni ju Bajramin, thot sa bajna Bajramin, leze baj, tha unë jam Bajramxhi, edhe i tregon dhe ki, e vendos me shku, edhe këtë shkoja a gjem Bajram, këpus të reja, katë lëkin e ri, kravatën e re, hinë xhami kur dalet e dera, s'janë këpuq, s'janë kundrët, ku janë mëre kundrët, tha dhe këtu po vedhkën, a më bashin edhe një herë më në xhami. A dini vëllezër, kurse shejtani dosti vetë ki, që i ka boj zmet shumë, e takon një fëmija gjithë dhe të shko që të kundrët 45 numri. Thot ki fëmija, mora une se kam komën 45, bemi ka kundrët 45. Thot qka po të duhen kundrët 45, ose po më duhen kundrët, po më duhet aj që ja për mi kundra, se si që marë kundrët muaj se ka pa xhamien. Vëllezër të ndershëm, ato të cilët janë të luhatshëm besimin e tyre, e besojnë Allahun luhatshëm, thot si të ketë mirë, valla si të mdale mirë, si të hete ki biznis që e kam njës do të vazhdoj namazin, a si të dështojnë, si të mazon shleperin, ma falë që mu e ndogon, më korë së më kanë pa, qetëri e parkon kërën kur dale, ja kanë thi paqiren, ku e gjetën mora bashkë qëta, t'ju ka thejnë paqiren e ati që për ditë verë, ka dhone rejtoni ka punë ta, thot qo të mas, të të galzoj ku të afrohesh, ku t'jam shoja i tregon ati shoferit qëtër. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tregon për intrigat, na tregon për sendet të cilat shejtani dëpërton zemrët tona, gjithashtu na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë el jarasuh mezamiru shejtan, kombona është muzika e shejtanit, kombona zilja, kombona e kafshëve të cilët janojnë lobe dhe janojnë deleve, që i thojnë zivonat, këto janë zilja e shejtanit. Ka thonë pejgamberi Allah, atë bakti që ka kombona në ta, nuk i shoqërojnë me lekët. Në atë shtëpi ku ka kombon, sahatat të cilat i kemi tregu dhe ndërset e kaluar, të cilat i keni pa në xhami, ma miri dini që ato sahatat në xhami, sahatat e xhamis i dëbojnë me lekët, sahatat të cilët bojnë si kur zhurma e kishës, tang, tang. Ki loj i zilës, ki loj i sahatit është ndalu. Thët njoni marhe kam të shpija se pas në di, në ljazonin, mos e qitë sahatin. S'po thamë me hum nga se pejgamberi Allah ka nuk ka desh të ne të shpenzojmë dhe të argjojmë, apo nisen i dobishëm të hedhmi, po në ljazonin.
bane me met saatin tanë dhe këshire orën. Ndërsa sahatët që në kanon në gjami, sikur që në patën ardhë qirat prej dërvishëve më herët. I keni pas të mimberi, një qirin gjallë dhe një në shmajt. Thojnë jo, pa përpara rrim s'ka pas për ata qirim, se nun të këpucët, a gjepi gjithë ka këto këpucët. E nun të mimberi, kjo është djarpucëve, të cilët Iranit, njerëz dërvishat e Iranit, që kanë kalu pra nesh dhe na i kanë lonë këto, dhe na i kena thonë mirë se erdhë ato qira në ka të mirabi hoxhës. Për këtë arsye, vëllezër të ndërshëm, këto janë cende të imta, mirë po janë sende që si ka dasht pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut kur shif ke dhe kryç të shtëpia, që për fat të keq kemi dhe në shtëpit tona qilima me kryqa. Këto janë haram të ndaluar. Për ata ku të shkojsh me ble të pijen, hapisit mirë dhe këshire, për çka se sigurisht ata që e kanë prodhu ta kanë nude një kryq në skaj, a kurse pejgamberi Allahut kur shif ke kryq e hekte, nuk e pëlqente, në veçantin kohën e bashkohore, apo e na sprovu me shumë sprova, e na sprovu me Barcelonën. Barcelona kryqin gjik, s'ki kryqin zemër, e keni nua baba kryqin zemër. Kurse pejgamberi Allahut ka thonë, kur ka ardhë Adi ibn Hatim të pejgamberi Allahut kryqin tardh, kryqin e dukatit në qafë, ka thonë pejgamberi heke këtë put, kryqin a put, kush e ban kryqin dhe e din se s'ban me bajt del pifeje, kush e ban kryqin dhe e din se nuk ban me bajt del pifeja, dini pse? Se kryqi e simbolizon se Isajin e kanë gojshdu. Allahu shapo thot, Isajin nuk e kanë gojshdu, nuk e kanë byte, nuk e kanë gojshdu, e kam grejnë qelë. Thot jo, Isajin e kanë gojshdu. Atëre ti po thuj Allahut po rrejmë. Aj që e ban kryqin, i thot Allahut je duke gënje. Dresën e Barcelonës apo Realit, për çka se une nuk i dik mirë këto ekipa, të cilët kanë kryq për fat ketë me kryqa. Heke prej zemrës tone, ose prishe kryqin në një formë se për ndrishe, nëse e din se kryqi nuk ban mu bajt dhe e ban del pifej. Na besojmë se Allahu Azza wa Jall atë që e ka thonë është e drejt, dhe atë që pretendojnë krishterët gënjejnë. Për ata Isai a.s. ko të zbrejse njërën nga veprat e para që e ban, e thënë kryqin. Biftan më të madhë, Isait krishterët i kanë gjitë, kur i kanë thonë se gjallin e Zotit e kanë kryqzu. Na i pysmë, ku ke baba vetës, ku ke Zotit kur e kryqzoj, Isai a.s. A ju gënjështar, a ju biftan gjitë, a ju ofendues të Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, s'ka kufër më të madh se me i thonë se Isai gjali Zotit, s'ka kufër më të madh se me thonë se krijesat e kanë gojshduan krijuesin. Krijesat e kanë gojshdu, e kanë kryqzuan Zotin. Kja të merri të cilët të merri më i madh. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot heke kombonën për shtëpisë tonë, heke zilën ban një zile e cila e ka zonin si të bilbilit, apo kështu me radh ban lejohet, nuk lejohet që i përngjet kishës, se gjali jot dashurohet nda. Për fat e keq, tham mjerimi më i madh që mbrengos ma shumë sa hatat e xhamive, të cilët ja kanë shluar edhe atë kryqin të poshtë, që fëmijët dhe të mëdhej të adaptohen me ta, para ta ku nanoj neve kryqin a gje 70 metre, nuk ka problem se e në mësu në xhami e kena e para gje. Për këtë arsye këta sahata duen të heken, apo sa pa ku t'i nalet zoni. Ani se o gjallarë që në ti. Pse o gjallarët nëse janë garantuas, o gjallarët s'kanë garancë për vetën e tire, ato që shpëtojnë zjarë i xhenemit. Thë pse mëra hoxha ka hesht, ka mundësi me hesht, se harresa prej shejtonit. Ka në jetën Kurani Kerimit, se Allah shejtonit që ka të ban nga flet. Allahu ka thonë nëse jeni me një mejlis, kuna atë mejlis për qeshet me Allahun,
Dhe shejtani ju ban që të harroni. Çka të harroni? Jeni gjetë në ta si kini kushtu vëmendje. Për këtë arsye dhe trit sot kur e shoh vinjonin e posh valla, e posh me një video edhe ai e kënon të një këngë kombëtare që në ta kishte pak probleme e aja bon sikur ai. Allahu thot në Kur'anin e Kerim, nëse ju jeni me një mexhlis që tallët me Allah, tallët me dinin, fa imma yunsiyannaka shaytan. Nëse shejtani të ka qu harres nga flet e ke harru vetën tonë në atë vend se ngritë me një herë apo s'ka regu, thot kur të kujtohet, largohu pe ati vendi. Allahu thot kur të kujtohet, për ata dhe o gjallarve ka mundësi së mshende, ka mundësi që të harroj, për çka këse temët e islamit se një, dhe edhe pse ata e kënë përgjëtsin më të madhe, na nuk e në arë këtu me jo bon qef, na ke në arë me jo bon qefin Allahu, me jo të regu juve cila rruga e gjennetit, se për ndrishe na pendrakin më të madhë për Allahu do të mormi, për çka këse Allahu të ka dalu me dituri, çka ke bo me diturin tije që Allahu të ka dhonë, me atë që të ka mësu Allahu azo e gjell, a i ke të regu mora atyre njërdve, që janë për rëthteje se zban ajo, a nuk jemi na që tije të kena njoftu dhe të kena informu se zban, pra vledhe të ndërshëm shka zban qeter, zban gjithashtu dhe qend mi majtë shpi. Thët gjali jem një pijem së mbja prish e ka një bubic dvogël para ka das të bja. Ke pëja prish Allah, ti pi përze me lekët për shpijes. Gjibrili a.s. le takim me pengamerin Allah, ndëgjone këtë adith me vëmenjë, Sahih Bukhari, le takim me pengamerin Allah, thët ja Muhammed nesër mas i këndijës do takomë të shpia jotë. Pejgamberi Allah e prit Gjibrilin s'po ven Gjibril, e pret Gjibrilin të ven s'po ven Gjibril. Pejgamberi Allahut brengose thot subhanallah, i dërguari Allahut nuk e thën premtimin çka ka ndodhur. Aisha thot ngritoja Muhammed ta pastroj dhomën, e pastron Aisha dhomën nën minderin e pejgamberit Allah, e gjen një klish i ngordhur, e nxjerr thot subhanallah, kur pas ka hi, ven Gjibrili alayhis salam dhe i thot ja Muhammed, premtimim nuk e kam thi, as takimim nuk e kam haru. Ishte një klish në dhomën tonë i ngordh, ne me lekët nuk prezentojnë ku ka qenë dhe klish. Ka thonë pejgamberi Allah, ai që man qenë në shtëpi, ai që run qenë në shtëpi, për çdo ditë ka një kodër se vape i shkrijën. Cili prej neve mundet një ditë për një ditë me arrit me bo një kodër me se vape. Tha skena në të shkrijën njoni, tha se unë s'kam. Mos e kje det një kodër gjënohet nga rëkor. Maroja qefin një pitan, maroja qefin gjallit tënë. Ka thonë ja Rasulullah për mocën, ka thonë moca është që duhet jeton me juve. Mocën nuk ka problem, qeni zgudzon me qenë në shtëpi, për pos qeni të rojës dhe qeni të gjuetis, si ka nërë në hadith e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi Allahut na tregon fushën e betejës së shejtanit. Fusha e betejës së shejtanit janë tregët. Erë një njeri të pejgamberi Allahut, tha ja Rasulullah, cili a vendi ma i dashur i Allahut, dhe cili a vendi ma i urrejtur i Allahut, tha vendi ma i dashur i Allahut është xhamit. Edhe pse pejgamberi Allahut tha se diar Gjibril e njoftoi, tha vendet më të dashur të Allahut janë xhamit. Tha njoni edhe në xhami po fshro plot munafika. Nuk do të thotë se ti je në xhami apo me laqe, po vendi që përmisohet, vendi që ndreqet me Allah, vendi i ibadetit të xhamia, vendi ma i urrejtur të Allahu a tregi. Njoni prej neve thot mara punën na pekena në pazar, na këtë që ati po gjinmi, a ki ka na vendi ma i urrejtur që s'ban me qenë ta në, jo, ban me qenë ti në ta, vetëm se japja hakin tregit, mos i ja qel dirë shejtanit, se fusha e betejës së shejtanit është në treg. Se njonit ja kona pak me mashtru mishterin se pi ati që ja ka blesja kështë edhon mohlin e mirë. Thot, cikur që e kam blen, edhe, po ja pëtje dhe derisa, njëherë një të time kam qenë në treg, edhe normal se s'po disha me shit, Allahu s'm kish kriju për ata. Për këtë arsye ato ketë për rrath i shit që nuk që dish në veç unë së në shit. Ato vishin mishterit dhe thëshin pasuli i kajta, thëke pasha zogin. Thëke të tovës. Qfar të tove ajo e kinës. Pasul kinezi, pasul Egjipti, thëke pite tove. Runa zot, ban të be,
pasha zogun, se s'po baj be pasha zotin. Ai nuk e din se i shkruat ati shirk në Allah. Kush ban be për vos Allahut shirk, i ke gjunojt biken shirk. Vledhët të ndërshëm, për çka beteja shejtonin ta, se në ta ka manipulime shumëta. Për atë pejgamberi Allahut dul në pazar një dit, e shti një dorën mrena në thasin e grunit, e pa nert i lak grunit. Tha filan, a e di çka je të bo? Tha ja Rasulullah, shi prom kishte rama kishte lak. Tha pse se qite grunin e lakt për mi, po të thatin për mi. Ku pe diti specat e mirë për mi, specat nërë ma dvogli nërë, që ti dvoglit për mi dhe ato nërë, nëse dënë me pas bereqet, nëse dënë me fitu betejen me shejtanin, pas ta i vend të shpia, dhe thojnë ku të shpejt, qka u bo? Gjali smut, mule mekot një 500 euro në gjep, që me bo operacion më shpejt, ku shkun mër ato gëthas të shpecave që ka fitove, kejtë mu i shkojnë mjek, qëtërin mu i qëtër ka, lezët të ndërshëm, Allahu në i ka caktu riskon, vetëm jemi ne ata që të nëzitojmë, jemi ata të cilët nëzitojmë, dhe thot pejgamberi Allahut, keni frikë Allahun, lip në riskon prej halalit, mos e lip një prej haramit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftu disa fortifikata, të cilët ne nëse strehomi në ta, s'ka hapësirë dhe mundësi që shejtani me ardhë të ne për këto fortifikata, të cilët na i mësoi pejgamberi Allahut, me emrin Allahut azza wa jall do të flasmi nesër që të him në to, të fortifikomi, të mbromi nga sherri i shejtanit, të shpëtojmë nga kurthat e shejtanit, që të jemi banor të xhennetit dhe mos të jemi xhamati i shejtanit. Eruna Zot të bëmi banor të zjarrit. Allahu ju shpërblet për dorimin dhe sabrin dhe kohën që e keni ndarë që të dëgjoni këtë fjalë, dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na mëson nga dini atij çka nuk dim, të na i hatron atë që e kemi harru. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na mbron zemrat tona nga shejtani. Lutim Allahun azza wa jall që zemrat tona Allah të na përmbush me iman, mos të lezbrastir për kurthat e shejtanit.